Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vjen mjoftë që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama hyri sot në ditën e 79 pas tubimit të një dite më parë, ku mijëra qytetarë marshuan në rrugët e Tiranës. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshim politik, ndërsa në protestat e fundit është tuar edhe pjesëmarrja e shqiptarëve nga diaspora. Tubimi sot vijon me marshimin në akset kryesore të kryeqytetit dhe rikthimin përpara kryeministrisë. Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama vijon në Tiranë, ndërsa sot u zhvillua protesta e 79 radhazi. Pas më shumë se 2 muaj shtubime të përditshme, qytetarët kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre politike. Në qendër të kërkesave mbetet dorëheqja e kryeministrit dhe largimi i qeverisë, ndërsa thirrja si Rama jep dorëheqjen dhe Adheu nuk shitet, janë shoqëruar vazhdimisht me marshime në rrugët e kryeqytetit. Edhe protesta e 79 u mbyll me thirrje për një pjesëmarrje dhe më të madhe në tubimin pasardhës. Pas fjalimeve, protestuesit marshuan përgjatë bulevardit kryesor të Tiranës, duke u drejtuar drejt kryeministrisë. Në protestat e ditëve të fundit është vënë re dhe pjesëmarrja e shqiptarëve nga diaspora, të cilët janë bashkuar me qytetarë që protestojnë për javësh në kryeqytet. Organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë deklaruar se protesta do të vijojë deri në realizimin e kërkesave të tyre, duke mbajtur të hapur aksionin qytetar kundër qeverisë. Protestat e nisura prej javësh kanë hyrë tashmë në një fazë të zgjatur, ndërsa pjesëmarrja e diasporës është kthyer në një prej elementeve më të spikatura të tubimeve të fundit. Pas disa tentativave të dështuara për arrestimin e tij, shumë kërkuari Ylli Zalla ka përfunduar në pranga pas një operacioni të forcave të policisë. Sipas burimeve, 49 vjeçari ishte prej disa ditësh në vëzhgim, ndërsa për lokalizimin e tij u përdorën edhe dron të specializuar Bayraktar. Zalla ishte shpallur në kërkim që prej nëntorit të vitit 2025 dhe emri i tij është lidhur me disa episode kriminale, përfshirë arsenal armësh dhe municionesh të zbuluara në banesën e tij. Pas disa tentativave të dështuara për arrestimin e tij, shumë kërkuari Ylli Zalla ka përfunduar në pranga. Sipas burimeve, 49 vjeçari ishte prej disa ditësh në vëzhgimin dhe monitorimin e forcave operacionale. Për lokalizimin e tij janë përdorur edhe dronë të specializuar Bayraktar, të cilat kanë ndihmuar në identifikimin e vendodhjes së të kërkuarit. Lajmi për arrestimin u bë ditur nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari, i cili përgëzoi policinë për operacionin. Arrestimi i Zallës vjen vetëm një ditë pasi në banesën e tij u sulmua me tritol. Nga shpërthimi banesa u dëmtua, ndërsa automjeti i tij tip Benz u shkrumbua. Ngjarja ndodhi të shtunën në mbrëmje, ndërsa policia u njoftua të dielën nga bashkëshortja e Zallës, e cila ndodhej në Itali. Që në momentet e para të hetimit, një nga pistat e ngritura nga hetuesit ishte se autori i vendosjes së lëndës plasase mund të ishte vetë Zalla, një dyshim që 49 vjeçari e ka mohuar. Ai ka deklaruar se nuk ishte vendosur tritol dhe ka akuzuar policinë se dhe personat e lidhur me krimin organizuar se po tentonin ta eliminonin. Zalla ishte shpadur në kërkim që prej nëntorit 2025, fillimisht si dyshuar për lidhje me atentatin e Rinasit, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani dhe Muçi Shaliani. Në banesën e tij është zbuluar një arsenal armësh, ndërsa më pas ekspertiza e kryer për këtë ngjarje rezultoi se nuk ishte prova që ta lidhin Zallën me atentatin. Megjithatë, hetimet ndaj tij vijuan me episode të tjera. Në 20 shkurt të këtij viti, në banesën e Zallës u gjet një tjetër arsenal armësh, për të cilën dyshohen se përdoroi për furnizimin e grupeve kriminale. Në një tjetër operacion në muajin mars, në oborrin e banesës u zbuluan municion luftarak dhe 14 fitila zjarr për cjellës, ndërsa në 23 qershor, gjatë një tjetër tentative për arrestimin e tij, policia i gjeti një pistolet me fishek, një celular dhe një detektor frekuencash. Historia e përplasjes së Zallës me drejtsinë shkon edhe më pas në kohë. Rreth 12 vite më parë, ai ishte arrestuar për prodhim bombash artizanale, ndërsa dyshohet edhe për përfshirje në prodhimin dhe shitjen e drogës. Në atë periudhë, autoritetet kishin ngritur ndyshime edhe për lidhje të mundshme me grupin ISIS dhe rekrutimin e shqiptarëve për xhihad. Tashmë pas arrestimit pritet që hetuesit të thedhojnë verifikimin për të dokumentuar rolin e 49 vjeçarit në episodet dhe për të cilat është hetuar ndër vite, përfshirë arsenalin e armëve dhe municionet të zbuluara, si dhe çdo lidhje të mundshme me atentatin e Rinasit.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë Rama se ka humbur kontrollin mbi rendin dhe sigurinë në vend, duke cilësuar Shqipërinë si një vend në duart e krimit. Në konferencën me gazetarët, Berisha ngriti shqetësimin për situatën e zjarreve. Ai akuzoi gjithashtu qeverinë për presion ndaj përfaqësuesve të saj lidhur me qëndrimet e tyre ndaj protestave, ndërsa cilësoi reformën territoriale të propozuar nga socialistët si një platformë për shpopullimin e vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë Rama se ka humbur kontrollin mbi situatën e rendit dhe sigurisë në vend. Në konferencën e përjashme me gazetarët, Berisha e cilësoi situatën alarmante duke deklaruar se Shqipëria është një vend në duart e krimit. Në Sarand, ai që duhet të ftoj krimin, shkon në diskotek dhe në aktet palejueshme, shqetëson qytetare në lokal, detyron bodyguardët ta nxjerrin si një rrugaç jashtë lokalit dhe pastaj në Elbasan, siç e pat ju, ditën për drek, para kamerave, para gjithë qytetarëve, vrasi i vendos pas kokët tytën e revolës viktimës, i kërkuar, i shumë kërkuar, Ylli Zalla i vendosin tritol në banesë. Lamollari mashtron qytetarët, thot se e arrestuam, ndërkohë Zalla u dorëzua vetë. Berisha u ndal edhe te situata e zjarreve në vend, duke cilësuar atë shqetësuese. Sipas tij, qeveria nuk mund të marrë masat e nevojshme për përballimin e situatës dhe ka lënë zjarr fiksit pa mbështetjen e duhur. Ndërkohë, zjarret në të Katarant në tërësi janë jashtë kontrolli. Trajtimi i zjarr fiksve dhe punojësve të angazhuar në shurjen e flakëve të zjarrit është cinik, i pa shpirt. Asnjë që ndar nga premtimet dhe që e meritojnë të shtesave për vështirësitë e mëdha përballë zjarrit, atyre gjerësot nuk u është dhënë. Ndërkohë Rama dhe ministrat e tij bronzohen në diell në plazhet më turistike të vendit. Një tjetër akuzë e Berishës se lidhet me presionin që sipas tij qeveria po ushtron ndaj përfaqësuesve të saj për qëndrimet që mbajnë në rrjetet sociale ndaj protestave qytetare. Panik, tmerr, frikë në kampin e qeverisë. Krijohet Komisioni Balla. Komisioni Balla është komisioni që po kontrollon statuset në mediat sociale të nomenklaturës, për të identifikuar ata të cilët nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore qytetare dhe flamingove. Pra, viktime e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi. Gjatë komunikimit me gazetarët, kreu i Partisë Demokratike u rikthye edhe te debati për reformën territoriale. Berisha e cilësoi propozimin e Partisë Socialiste si një platformë për shpopullimin e Shqipërisë, duke kundërshtuar ndryshimet e propozuara në hartën territoriale të vendit. Kjo është platformë e shpopullimit të Shqipërisë më e fuqishme disa herë se ajo Çubriloviçit në Kosovë, sepse kjo de facto privon qytetarët nga shërbimet e domosdoshme për komunitetet në zonat e tyre. Ne natyrisht po e ndjekim, kemi një dhe do vazhdojmë një dialog me qytetarët, do ndërmarrim të gjitha hapat për e duhura për kundërshtimin e saj. Kreu i opozitës i bëri këto deklarime në një kohë kur debati politik është përqendruar te situata e rendit dhe sigurisë, menaxhimi i zjarreve dhe reformat territoriale. Një aksident me pasojë vdekje është regjistruar paraditën e sotme në zonën e plazhit në Durrës. Një 66 vjeçar i cili po kalonte rrugën mbi vijat e bardha u përplas nga një taksi elektrike që drejtohej nga një 26 vjeçar. I plagosuri u transportua me urgjencë në spital, por nuk mundi të mjetonte plagëve të marra. Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në polici, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Një aksident tragjik është regjistruar rreth orës 10:30 të paraditës së sotme në lagje numër 13 në zonën e plazhit të Durrësit. Një taksi elektrike që drejtohej nga 26 vjeçari Aldi Talevi ka përplasur 66 vjeçarin Fezidine, i cili në momentin e aksidentit po kalonte rrugën mbi vijat e bardha. Paraprakisht dyshohet se drejtuesi i taksisë elektrike ka humbur kontrollin mbi timon, duke përplasur kompsorin. 66 vjeçari u transportua me urgjencë në spital për të marrë ndihmë mjekësore, por pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve nuk mundi të mbijetojë plagë
flagëve të rënda dhe ndrojet. Menjëherë pas ngjarjes, policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit, 26 vjeçarin Aldi Taledhi, në komisariatin e Durrësit ku po kryen veprimet e mëtejshme procedurale, ndërkohë grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për të paraqaktuar dinamikën e plotë aksidentit, shkaqet që çuan në humbjen e kontrollit të mjetit dhe përgjegjësitë e drejtuesit. Një konflikt i nisur mes rojeve të sigurisë dhe klientëve të një klubi nate në Sarand përfundoi me ndërhyrjen e policisë dhe arrestimin e 6 personave. Situata u përshkallëzua edhe me dhunë ndaj shefit të hetimit të krimit, ndërsa një tjetër person është pallur në kërkim. Në hetim disiplinor janë vënë edhe 2 punonjës policie, të cilët jashtë detyrës punonin si bodyguard në lokalin ku ndodhi ngjarja. Një konflikt në një prej lokaleve të natës në Sarand ka përfunduar në disa arrestime dhe nisjen e hetimeve disiplinore ndaj 2 punonjësve të policisë. Ngjarja është regjistruar në orët e para të së dielës në klubin Orange, ku një përplasje fizike mes rojeve të sigurisë dhe disa klientëve ka dalë jashtë kontrollit. Situata ka bërë që në lokal të mbërrinë shërbimet e policisë. Gjatë përpjekjes për të vendosur qetësinë, konflikti është përshkallëzuar dhe shefi i hetimit të krimit në Sarand është goditur fizikisht. Pas ndërhyrjes, policia ka vijuar me identifikimin e personave të përfshirë dhe ka arrestuar 6 prej tyre. Mes të arrestuarve është edhe administratori i klubit Mario Katiraj. Në pranga ka përfunduar gjithashtu Elgen Doj, Ardit Kasemi, Faik Hoxha, Besnik Sulollari dhe Indrit Çullhaj, ndërkohë Pjetër Doçi është padur në kërkim. Hetimet kanë nxjerrë në pa edhe përfshirjen e personave që ushtrojnë detyrat në strukturat e sigurisë. Një prej të arrestuarve, Ardit Kasemi, rezulton të jetë ushtarak në Zallher, ndërsa punonte si roje sigurie në klub. Paralelisht me procedimin penal, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka marrë masa ndaj 2 efektivëve të tjerë që punojnë si bodyguard në të njëjtin lokal. Bëhet fjalë për Armando Shehin, pjesë e repartit të sigurisë, dhe Antonio Binakun, pjesë e Reneas. Të dy janë pezulluar nga detyra dhe ndaj tyre është urdhëruar hetim disiplinor. Sipas të dhënave të hetimit, 2 punonjësit nuk kanë reaguar për të ndërprerë përplasjen dhe nuk kanë njoftuar kolegët e policisë për situatën e krijuar në lokal. Në vim të operacionit, efektivët kanë ushtruar kontroll dhe në fshatin 6 të Sarandës, ku kanë lokalizuar persona të tjerë që dyshohet se kanë qenë pjesë e grupit të rojeve të sigurisë. Tashmë hetuesit po punojnë për të përcaktuar të gjitha dinamikën e konfliktit, rolin e secilit prej personave të përfshirë dhe rrethanat e dhunës ndaj drejtuesit të policisë. Tridhjetë e 3 vatra zjarri janë raportuar në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit, 8 prej të cilave vijojnë aktive dhe 5 të tjera janë në monitorim. Në operacione janë angazhuar qindra zjarfikës, forca të ushtrisë dhe mjete ajrore, përfshirë helikopter dhe avion Air Tractor. Situata më problematike paraqitet në malin e Dajtit, në Gurlur dhe në disa zona të tjera malore, por autoritetet thonë se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. 33 vatra zjarri janë raportuar në të gjithë territorin e Shqipërisë gjatë 24 orëve të fundit. Prej tyre, 8 vatra vijojnë të inaktive, ndërsa 5 të tjera janë në monitorimin e strukturave të emergjencave. Për përballëmin e situatës janë angazhuar 535 forca operacionale dhe 51 automjete zjarfikse. Një operacion janë përfshirë dhe forcat e armatosura me 100 efektiv, 2 automjete zjarfikse, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Aktualisht në territor vijojnë të operojnë 120 efektiv ushtarak, 2 helikopter dhe 2 avion. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit në Tiranë, ku po ndërhyjnë forcat zjarfikse dhe ato të forcave të armatosura, me mbështetjen e 2 helikopterëve të forcave ajrore. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, zjarri nuk paraqet aktualisht rrezik për zonat e banuara, ndërkohë vatrat në Prisk dhe Vakumon janë në kontroll dhe po monitorohen. Situatë e vështirë paraqitet dhe në Gurlur të Dibrës. Hapja e korridoreve ndarëse në terren ka ndihmuar në frenimin e hapjeve të flagëve drejt zonave të banuara. Operacioni vijon me forcat bashkiake, policore, zjarfikse, vullnetare dhe 50 efektiv të forcave të armatosura, të mbështetura nga 2 avion. Në qaf Helmas, zjarri është shuar në krahun e Bulqizës, ndërsa një vatër mbetet aktive në drejtim të Shelishtës. Në Lufaj të Mirditës, forcat vijojnë ndërhyrjen pas hapjes së korridoreve ndarëse, ndërsa në fush Laj të Pukës, zjarri nuk paraqet intensitet e lartë dhe nuk rrezikon zonat e banuara. Në Rjoll, situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme edhe përmes përdorimit të dronëve me qëllim identifikimin e çdo rreziku për përhapjen e flagëve. Autoritetet bëjnë me dije se situata në të gjithë zonat e prekura po ndiqet në mënyrë të pandërprerë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ndërsa strukturat në terren vijojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave aktive.
Policia e shtetit do të ketë një njësi të re me fokus të posaçëm te krimet mjedisore. Lajmi u bë i ditur nga ministri i Brendshëm Besfort Llamallari gjatë një takimi me drejtuesit vendor të policisë në 12 qarqe, ku kërkoi një qasje më proaktive në përballimin e zjarreve. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita kërkoi më shumë angazhim për sigurinë publike, rrugore dhe dritare, duke theksuar se performanca matet edhe nga mënyra e komunikimit me qytetarët dhe median. Policia e shtetit do të ketë një njësi të re të dedikuar për krimet mjedisore. Lajmi u bë i ditur nga ministri i punëve të brendshme Besfort Llamallari gjatë një takimi me drejtuesit vendor të policisë së shtetit në 12 qarqe. Në fokus të takimit ishte edhe menaxhimi i situatës së zjarreve, ku ministri së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita kërkoi një qasje më proaktive nga strukturat e policisë, ndryshe nga praktikat e ndjekura në të kaluarën. Njësia e re pritet të ketë një rol të veçantë në evidentimin dhe hetimet e veprave penale që lidhen me dëmtimin e mjedisit, përfshirë edhe rastet e zjarreve të dyshuara si të qëllimshme. Ne nuk mund të qasim krime mjedisore si vepra do si do të rastit. Vetëm zjarret të vit, dëmi është i pallogaritshëm. Si në fondin pyjor, sa vite, sa gjenerata i duhet atij fondi pyjor të rikuperohet. Sot Europa mbar flet për krimet mjedisore. Ne nuk mund vazhdojmë të konsiderojmë prerjen e pyjeve apo lavatricët e lumenve, ndërtimet e palishme që bëhen aty dhe çdo kush i shef. Përveç se kur bëhen peskate i kanë ngel me vonçatin dhe ne pas e reagojmë, duhet absolutisht një qasje proaktive. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita kërkoi nga drejtuesit vendor me më shumë angazhim dhe garantimin e sigurisë publike, sigurisë rrugore dhe sigurisë zetare. Kreu i policisë u ndal dhe te koncepti performancës së strukturave policore. Sipas tij, performanca nuk lidhet vetëm me rezultatet e arritura në terren, por edhe me mënyrën se si punonjësit e policisë sidhen dhe komunikojnë me qytetarët. Hita theksoi se mënyra e komunikimit me qytetarët dhe median është gjithashtu pjesë e rëndësishme e performancës së policisë. Takimi vjen në një periudhë kur vendi po përballet me një numër të lartë zjarresh, ndërsa autoritetet kanë shtuar vëmendjen ndaj parandalimit, identifikimit dhe shkaqeve e përgjegjësive për dëmtim të mjedisit. Eksportet shqiptare kanë shënuar një rritje dyshifrore gjatë muajit korrik, duke arritur në 33.7 miliard lek. Megjithatë, vlera e importeve vijon të jetë ndjeshëm më e lartë, duke kapur 86.4 miliard lek dhe duke çuar deficitin tregtar në 52.8 miliard lek. Rritja e eksporteve është mbështetur kryesisht nga materialet e ndërtimit, metalet, mineralet dhe energjia, ndërsa tekstilet dhe këpucët kanë vijuar me performancë negative. Eksportet shqiptare kanë vijuar me një ecuri pozitive gjatë muajit korrik, duke regjistruar një rritje prej 10.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave, vlerat e madrave të shitura jashtë vendit arritin në 33.7 miliard lek. Megjithatë, përmirësimi i eksporteve nuk ka ndryshuar ndjeshëm raportin me importet. Gjatë korrikut, Shqipëria bleu nga tregjet e huaja madra me vlerë 86.4 miliard lek, një rritje prej 3.6% me bazë vjetore. Kjo do të thotë se për çdo një lek madrash të eksportuara, vendi importon rreth 2.56 lek madra. Diferenca mes importeve dhe eksporteve ka sjellë një deficit tregtar për 52.8 miliard lekësh. Në krahasim me korrikun e vitit kaluar, deficiti është ngushtuar me vetëm 0.5%, ndërsa krahasuar me muajin qershor është zgjeruar me 9.8%. Në rritjen e eksporteve kanë dhënë kontribut kryesor materialet e ndërtimit dhe metalet me 8.9%. Mes tyre rënditen mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike, të cilët kanë kontribuar me 5.3%. Në krahun e kundërt është sektori tekstileve dhe këpucëve, i cili ka ndikuar negativisht në performancën e eksporteve me një kontribut prej -4.3%. Edhe në aspektin gjeografik ka pasur ndryshime në tregtinë e jashtme. Greqia ka regjistruar rritjen më të madhe të eksporteve shqiptare me 19%, ndërsa Kina kryeson me rritjen e importeve me 22.7%. Megjithatë, Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, duke përbërë 53.6% të totalit të shkëmbimeve tregtare. Të dhënat tregojnë se pavarësisht rritjes së shitjeve shqiptare në tregjet e huaja, ekonomia vijon të karakterizohet nga një varësi e konsiderueshme nga importet.
Vjoj me informacione nga Kosova. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë bllokuar sërish hyrjen e ndërtesës së qeverisë duke deklaruar se nuk do të lejojnë hyrjen e Albin Kurtit dhe ministrave të tij, të cilët i konsiderojnë uzurpator. PDK kërkon që Kurti të rikthehet në kuvend dhe të përmbyll procesin e konstituimit të tij. Ndërkohë kriza institucionale në Kosovë vijon pasi kuvendi ende nuk e ka përfunduar konstituimin, ndërsa partitë opozitare akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për zvarritjen e procesit. Të nderuar teleshikues, ne vjen juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 18 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të pakta kalimtare, por pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Gjatë ditës priten 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryelet nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:46 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 30 gradë. Peshkopi 15 deri në 30 gradë. Tiranë 19 deri në 34 gradë. Durrës 22 deri në 32 gradë. Kavaj 21 deri në 32 gradë. Elbasan 20 deri në 33 gradë. Berat 20 deri në 34 gradë. Korçë 14 deri në 29 gradë. Florë 23 deri në 32 gradë. Gjirokastër 17 deri në 32 gradë. Sarandë 23 deri në 32 gradë. Territori i Kosovës për datën 18 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i kthjellët dhe i qëndrueshëm me intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatë pasdites do të mbizotërojnë mod me diell dhe pareshje. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 31 gradë. Era do të fryelet nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 29 gradë. Pej 14 deri në 29 gradë. Prishtinë 14 deri në 30 gradë. Qakov 16 deri në 31 gradë. Malishev 16 deri në 31 gradë. Gjilan 15 deri në 30 gradë. Ferizaj 15 deri në 30 gradë. Kaçanik 14 deri në 29 gradë. Suharek 16 deri në 31 gradë.
priste rënjë 16 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.